Inga? Alison? Hi, Luke. You know more probably about this country than you do. Yeah, but he's getting more things. I'm not sure whether he really gives them to them or he solves them on himself. So if you know that he will do just a few nice words and not going to go with a question, there we go. Still, double copy. Still possible delegation. No, fine. I'll tell you about it. So far, yeah, that's awesome. I have to see the t-shirt. You came back. You could have done Good morning. It is a real honor to Është një have ndër my i close friend vërtet Edi Rama. që të kem mikun tim të ngushtë Edi Rama, kryeministrin e Shqipërisë që na viziton. Shqipëria është një aleate e palëkundur. Shqipëria do të mbërri 2% e shpenzimeve ushtarake këtë vit, që është një angazhim i madh. Shqipëria po zhvillon bazën e saj industriale, përfshi edhe përmes ndërmarrjeve të veta shtetërore, çka është e rëndësishme sepse na duhet një bazë më e fortë industriale në mbar NATO-n. Ju po ndihmoni shumë me Ukrainën, për shembull, përmes komandës tonë në Wiesbaden, ku kemi një mision shqiptar, por po kështu përmes trajnimit gjyqësor, për partnerët në luftime, për teknikët, kështu që po bëni shumë kur vjen fjala për Ukrainën. Dhe jashtë Shqipërisë, ju po merrni pjesë në forcat atlantike në Letoni, në Bullgari, jeni aktiv në Kosovë përmes KFOR-it, kështu që vërtet po bëni shumë më tepër për temat si tuaj. Në fakt ju jeni shumë i gjatë, megjithatë Shqipëria nuk është aleati më i madh i yni dhe Shqipëria po bën shumë. Dua të falenderoj shumë që jeni aleat kaq i patundur, ju e dini që NATO-ja mund të mbështetet tek Shqipëria dhe ju e dini që gjithmonë Shqipëria mund të mbështetet tek NATO-ja. Kështu që edhe një herë faleminderit për vizitën tuaj, faleminderit që jeni një mik kaq i ngushtë personal dhe për gjithçka që ju po bëni për NATO. Not only because of our Është afërmendës që është për herë kënaqësi, jo vetëm fal miqësisë son të gjatë, por edhe për shkak të një fakti të thjeshtë që ka gjithmonë diçka për të mësuar prej jush. everything you said. Jemi and, këtu për të rikonfirmuar gjithçka që ju thatë, edhe më shumë. Duam të bëjmë më shumë. Tashmë po military industry. rinisim rilindjen e industrisë son. Jemi shumë të prirur të diskutojmë me ju punën e mëtejshme që duhet bërë për të bërë të mundur portin e ri ushtarak në Shqipëri, në Porto Romano. And for sure we are here Dhe also sigurisht to jemi talk këtu together edhe për të folur së bashku për mënyrat me të cilat mund të qasemi në programin SAFE të Bashkimit Evropian, i cili sa i takon sigurisë shkon përtej perimetrit EU countries të vendeve të BE-s can be beneficial dhe also to mund NATO countries in të Europe. jetë i dobishëm edhe për vendet e NATO-s në Europë. For your Kështu që faleminderit për hospitality. mikpritjen And I believe tuaj that, gjithmonë you are the number one të for hishme dhe having so besoj much që energy in jeni the morning and, njësh, we are here to se keni gjithmonë energji në mëngjes dhe jemi këtu që të bëjmë më të mirën për gjithçka. Faleminderit.